rrëdhim këmbësor, më bëshin këmbët akull, nuk i ndjeja më kur shkoja në shtëpi, thoja çfarë mos kam bërë gjë e gabuar, çfarë bëra unë. Profesioni punojësit policisë mendoj që është një profesion sakrifice të jashtëzakonshme, që nuk vlerësohet shumë në fakt dhe u preka tani. Jo gjithçka është e lehtë në jetën tonë. Marr parasysh ndoshta edhe stereotipet, po flas për një kohë më të hershme sepse unë e potencova më shumë se 2 dekada jam në doganën e Kosovës dhe përkundër faktit që në familje jam e para femër që kam vesh uniform, mirë po nuk do të jem e fundit sigurisht që jo. Oraret turnet ka qenë shumë të vështira në fakt për një nën të re, për një nën me dy vajza, domethënë aq më tepër që unë e kam filluar kur vajza ka qenë 1 vjeç e gjysmë, aty për 8 orë nuk merr vesh gjë se çfarë bëhet jashtë. Jako je teško bilo u početku. Sad nekako se naviknete vremenom da sve to nosite, taj neki, da kažem, teret i odgovornost, međutim kako vrijeme prolazi to je sve nekako postaje vaša navika. Iskreno i malo je teško odvojiti se od privatnog života i posla, nekako sve to negdje kući ponesete sa sobom. Gjatë akademisë ka pas shumë momente që unë kam menduar që ta lej. Dhe thoja që nuk do arri diku. Nga një anë kishte lodhje, stresi, ndonjëherë presioni. Nuk ka gjë më të rëndësishme se sa ti të prekësh bazën. Je më e përgatitur, je më e gatshme dhe e kupton shumë më mirë terrenin. Në përgjithësi përpiqem të jem diplomatike në këtë çështje. Bilo je situacija da sam htjela da odustanem, naravno to su neki teški momenti s kojima se suočiš u nekom danu, jednom dnevno ili jednom mjesec dana, 2, ali vrlo brzo me to prođe, to je samo taj jedan moment koji bude ključan tad i to je to, prođe sve. Ditën e diplomimit, mund të them që ishte një ndër kënaqësitë mia më të mëdha që kam përjetuar në jetë, duke pa atë që ishte shumë krenare për mua dhe nuk e di, ishte si të them një ëndër që edhe mua edhe asaj në të njëjtën kohë na u bë realitet. Nëse don të arrish diçka, do të arrish. Nuk mendoj që një grua mund të gjej si një justifikim që nuk kam kohë se e kam familjen, apo nuk kam kohë se jo me angazhu me shumë në punë dhe mos t'i realizoj ëndrat e veta, t'i loj me njanë. Jemi munduar që të punojmë me veten tonë, ta mbajmë durimin, domethënë të gjitha bashkë.